Një person ka mbetur I vrarë me armë zjarri të hënën mbrëma në fshatin Balaj të Ferizajt, ku ngjarja tragjike dyshohet se ka ndodhur pas një mosmarrëveshje mes viktimës dhe autorit. Policia ka njoftuar se I dyshuari është arrestuar menjëherë pas krimit, ndërsa vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor që ka dalë në vendin e fajit. Në vendin e krimit, njësitët policore kanë gjetur dhe konfiskuar pistoletën që dyshohet se është përdorur për kryerjen e veprës së bashku me 4 goja. Gjatë kontrollit të mëtajmë në banesën e të dyshuarit, autoritetet kanë sekuestruar edhe një pushk gjuetie me 72 fishek dhe një pushk tjetër ajrore. Me urdhër të prokurorit kujdestar, trupi I pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa I dyshuari është dërguar në mbajtje. Ndërkohë, hetimet për të zbardhur plotësisht motivin e këtij krimi janë duke vazhduar.